Realisht është hoteli i tretë që ne promovojmë këtë vit bashkëpunimin me El Group, sido që tjetë, unë mendoj që një hotel kaq i bukur në mal të Robit, me një distancë shumë të afërt me detin, me një pishinë mrekullueshëm, po një hotel shumë i ëmbël dhe shumë ekskluziv, mendoj që është dhurata më e mirë për pushuesit nga Kosova, por jo vetëm për pushuesit nga Kosova, por për pushuesit nga Maqedonia e Veriut dhe nga Presheva Bojanoci, por megjithatë për diasporën. Prandaj unë jam falendërues për bashkëpunimin, për gjithë pritin që ke bë, mikpritin e mirë pushuesve nga Kosova, mbi gjitha është shumë e rëndësishme të ceket të paketat turistike që ne i kemi. Pra, me 50 euro, me mëngjes dhe darkë, vetëm një bashkëpunim i mirë e bën këtë çmim për pushuesit nga Kosova dhe është mirë kjo thuhet nga ti, një mënyrë që të dinë çka kanë pushuesit, çka përfitojnë me këto oferta pushuesit nga Kosova, kanë plazhin, kanë pishinën, çfarë ushqimi kanë. Është fakt një paketë ekskluzive që është enkas për ju dhe është vetëm për ju, nuk është se është për asnjë tur operator tjetër apo për asnjë klient tjetër që vjen në hotelin ton. Kanë mëngjesin, kanë darkën, gjitha janë bufe, është akomodimi absolutisht, pishina dhe plazhi. Plazhin turistët e kanë me bagin nga hoteli deri tek plazhi dhe pasaj kthimin, ajo është gjatë gjithë ditës. Kështu që e gjejnë gjithë mundësisht bagin, ata e kanë edhe për xhiron e darkës që bëjnë, neve i shoqërojmë turistët edhe përsëri kthehen në hotel, edhe pse nuk është shumë larg, është shumë afër, jemi direkt në malin e Europit, por që janë paketa ekskluzive në kas për ju për gjithë bashkëpunimin që kemi pas tër vite. Faleminderit shumë. Ne dhuratë për klientët tanë, për këtë hotel, e kemi edhe transportin i cili vjen deri te hoteli, pra pikërisht që në autobuset komod të Shar Travel, duke përfshirë dhe wifi free gjatë udhëtimit dhe kafe dhe shërbime tjera, që është si një paketë e cila shkon gjithmonë për interes të pushuesve të Kosovës, të cilët tashmë me vite i kanë besuar Shar Travel, po i kanë besuar edhe bashkëpunimit tonë. Prandaj jam shumë i lumtur që sot ne bashkë me ty prezantojmë këtë super hotel, një hotel i cili është butik hotel dhe është një hotel shumë mua për veti më duk se isha me një destinacion këtë tjetër, jo se në Shqipëri, po ja që edhe Shqipëria tashmë është pjesë e një infrastrukture tretë hoteleve moderne dhe hoteli që ka një pishinë të mrekullueshme. Pra, jemi këtu pikërisht te mali Robit, ku udhëtarët tanë mund të udhëtojnë edhe me autobuset super komod të Shar Travel, të cilët janë këtu mund të hoteli dhe janë paketa turistike ato të cilat kanë çmim jashtëzakonisht ekonomik. Prandaj mos thojmë që Shqipëria është e shtrejtë, flasim konkret, Shqipëria është e lirë. Shqipëria ka infrastrukturë të mjaftueshme, të hoteleve ka ambiente të mrekullueshme, ka çmime. Është më rëndësishme të bëjmë zgjedhjen e duhur. Të udhtojmë me Shar Travel, të vendosni kontaktin me zyrat tona në Shar Travel dhe të përfitoni çmimet me 50 euro mëngjes dhe darkë. Me 50 euro mëngjes dhe darkë, akomodim me hotel të standardit me 4 yje në Prishtinë nuk mund të flesh në asnjë dhomë të vetme me 50 euro. Mos flas për mëngjes dhe darkë. Jemi te mali Robit, jemi afër pishave, jemi afër detit, pra jemi afër mretit.